Përgjatë vitit 2025, të ardhurat nga turizmi rezultojnë, sipas të dhënave nga Banka e Shqipërisë, në gati 5,72 miliard euro. Më shumë detaje na jep drejtuesja e Scanintel, Gjorgjina Deda. Gjorgjina, përshëndetje. Ada, përshëndetje, mirë si ju. Fillimisht, sa rezultojnë, duke ju referuar gjithmonë të dhënave nga Banka e Shqipërisë, shpenzimet e të huajve në Shqipëri për gjatë vitit 2025, Gjorgjina? Si që e theksuat Ada, por gjithashtu edhe me ndihmën e kronikave që ndoqën më herët, tani më me të dhënat e Bankës së Shqipërisë mund të kemi një panoramë të plotë të bilancit të pagesave, ku përfshihen remitancat, shpenzimet e turistëve, gjithashtu dhe investimet e huaj direkte, një shifër që e tëra ka prej 8,4 miliard euro, është gjithmonë referuar të dhënave. Ne ndoqëm remitancat, gjithashtu edhe investimet e huaj direkte, por gjithashtu një rekord ka prekur edhe shpenzimet e turistëve të huajve në Shqipëri dhe ndërkohë nga ana tjetër dhe shpenzimet e shqiptarëve jashtë, por bilanci neto i këtyre mbetet pozitiv. Le të vijojmë me grafikun e parë i cili flet për shpenzimet e turistëve të huaj në Shqipëri, pra shpenzimet të huajve e thënë kështu, referuar Bankës së Shqipërisë, vlera rezulton në 5,72 miliard euro. Çka do thotë, ndjeshëm edhe nga grafiku, pra nëse shohim ecurinë vjetore të këtij treguesi, dallohet qartë rekordi pra që ka patur krahasuar me vitin 2024, i cili rezulton një shifër prej 4,99 miliard eurosh. Pra që nga viti 2008 Ada, ku institucioni i Bankës së Shqipërisë ka të dhëna për këtë tregues, shihet që vit pas viti pra kemi një ecuri pozitive duke arritur rekord në vitin 2025. Pra kemi 5,72 miliard euro të ardhura nga turizmi. Le të shohim. Po, shifrat vinë në rritje nga vitin në vit, me përjashtim 2020 që ka më pak të ardhura edhe për shkak sigurisht Ada në situatës aso kohe që përkon me pandemin. Në ecurinë të dhënave gjithmonë nëse rrit kohore të dhënave qoftë nga Instati, por qoftë nga Banka e Shqipërisë, gjithmonë viti 2020 dhe 2021 janë vitet që ndryshojnë atë kurbën apo paraqitjen grafike për shkak të pandemisë COVID-19, e cila ndryshoi shifrat dhe pra pati një bilanc negativ në shumicën prej tyre. Në grafikun e 2 do të shohim shpenzimet e turistëve shqiptar ose shpenzimet e shqiptarëve jashtë vendit, të cilat po ashtu kanë prekur një rekord prej 3 miliard eurosh, ndërkohë krahasuar me vitin 2024 është ngjitur ndjeshëm pasi ka qenë 2,7 miliard euro, edhe në këtë rast siç e theksuam edhe më herët nga paraqitja grafike të dhënave vjet re një rritje dhe një ecuri pozitive vit pas viti që nga viti 2008 dhe kemi pra 3,04 miliard euro, po ashtu një tregues me rritje. Nëse ne kalojmë te grafiku i tretë për të parë diferencën mes shpenzimeve që kanë patur turistët shqiptar dhe ato të huaj pra që kanë qenë në Shqipëri, bilanci neto, për të parë se sa realisht ka përfituar ekonomia e Shqipërisë, shohim që kemi një vlerë prej 2,68 miliard euro, po ashtu një shifër që është rritur ndjeshëm dhe prek një rekord historik nga ana tjetër, pra sa i përket treguesit që nga viti 2008 shohim po të njëjtën ecuri, ndërkohë vlen të theksojmë që krahasuar me shpenzimet e turistëve të huaj në Shqipëri, krahasuar me shpenzimet e turistëve shqiptar jashtë, kanë qenë 2 herë më të larta, 1,88% më të saktë herë më të larta, dhe kemi kështu një bilanc pozitiv që është thelluar krahasuar me vitin e kaluar duke patur një tregues pozitiv për ekonominë shqiptare. Pra nga këto të dhëna Ada, qoftë nga të dhënat e investimeve, qoftë nga të dhënat e remitancës apo nga ana tjetër të shpenzimeve, shohim që kemi të injektuar të paktën përmes rrugëve formale rreth 8,4 miliardë euro në ekonominë shqiptare. Sigurisht një tregues i mirë, por në afat gjatë i brisht për mirëqenien dhe funksionimin e ekonomisë shqiptare. Aq më tepër që 2026 ende është e paqartë në atë çfarë mund të sjellë. Edhe në aspektin e turizmit ka një rritje, le të themi, që ka ardhur progresivisht vit pas viti, por ndërkohë që ka pasiguri lidhur me atë çfarë mund të sjellë 2026 për shkak edhe të situatës dhe konfliktit në lindjen e mesme. Ne kemi thënë shpeshherë Ada që varësia e madhe që ka Shqipëria ndaj valutës së huaj, të paktën këtyre kanaleve formale që ne përmendëm, ka ndikime në afat shkurtër, në afat gjatë. Në afat shkurtër ka patur ndikimin e rënjes së euros që në rast se flasim për remitancat ka patur një, edhe pse kanë qenë në rritje,
ka patur më pak efekt në fuqinë blerëse pasi janë zhvlerësuar ndjeshëm nga kursi i këmbimit, nga rënja e euros. Sigurisht gjithë këto flukse hyrëse në valutë huaj sigurisht që ndikojnë, por ndërkohë nga ana tjetër, varësia e lartë e Shqipërisë ndaj këtyre të ardhurave, sidomos në periudha krizash, kemi konfliktin në lindjen e mesme, i cili nuk është reflektuar aktualisht në të dhënat sepse kemi vetëm janar shkurt, pritet të reflektohet në muajt e ardhshëm gjithmonë sa i përket turizmit. Mbetet për tu parë. Mbetet për tu parë në muajt e ardhshëm si do të jetë si ka qenë deri më tani, përveç çmimit të karburanteve, si do të reflektohet në shifrat e tjera që publikojnë institucionet që merren me publikimin e statistikave. Mirë, Gjorgjina, unë falenderoj për gjitha këto detaje. Faleminderit ju.